pejgamberi alayhi salatu wassalam a ka ra me gjuj përpara apo me dur njerë mas parin sejdë dhe pastaj me gjunj, është folë kjo mesele shumë, ka prej djetarëve që e thujnë këtë ka atë, s'duhet të përmendë emrat që të mos krijohen para gjykime për asnjërin prej grupeve të djetarëve, të dytë e kanë të njëjtin bazë, të njëjtin hadith, çfarë themi neve, unë mendoj që e para nuk duhet më përçana si ymet për këtë pikë, ajo kryesorja është, e dyta është mesele ijtihadie që ka vend për mohabet, vend për diskutim, jo për përçamje dhe për, po vetëm me shtu dijen edhe diskutimin, pastaj le të ketë mirë kuptim gjithë se cilla palë për tjetrën, cilla është ma sakta, që është njihesh ti marahat, me ranë sejdë. Ti që është njihesh marahat. Unë përpara bisha në sejdë me dur, edhe kam menduar që kjo është ma sakta, pastaj kam fillu me ndru këtë. Ma unë ndje marahat, me rame, me gjën para durve. Edhe tash për momentin e praktikoj këtë. Ndoshta, me kalimin e kohës njeri prej smundjes së shpinës, ose gjuni, ose diçka, mund të kthej nëse i duket ma lehtë me ra me dur, ka rast kur kemi dhimbje në shpinë, caktuara, njihem marahat më lëshu me dur, e bëjmë një gjatë tillë. Dhe më thonë, ai që mendon se sunet është me gjën para durve, le ta bëj me niyyet sunetit. Ai që mendon që me dur para gjënve, edhe ai le ta bëj me niyyet sunetit. Por më përçaj jo. Që është niyyet mara. Unë mendoj që shumica e dietarëve e përkrajnë që me gjën para durve. Allahu alem, këtu mas shumë ti më flan zemra.